Gerta Gixhari. Loja e Bigut nuk është si e mendoni, presioni i kamerave është shumë i madh. Ish konkurrentja e shtëpisë më të famshme të vipave në Shqipëri në edicionin e 4, Gerta Gixhari, ka treguar qëllimin e saj sepse hyri në një format të tillë. Në emisionin e Eken në Klan Kosova, ajo tha se loja e Bigut i ka pëlqyer që shumë vite. Unë kam mbajtur qëndrimet e mia, opinionet e mia, por në vetvete loja më pëlqente, duke qenë se e shikoja nga këndvështrimi i një komentatore nga jashtë. Duke më ftuar ta komentoja lojën e Bigut, fillova ta doja, u shpreh ajo. Si sfidë më ka pëlqyer shumë, dhe kjo më bëri ta marr këtë hap dhe të hyj në këtë format, theksoi Tutje Gixhari. Mund ta pranoj që ka pasur qëllime për karrierë, dhe mund ta quaj një hap drejt karrierës. Por qëllim ka qenë për t'i fituar ato para, tha mes tjerash gazetarja. Ndërsa shton se loja në këtë reality show nuk është as pak ashtu siç duket nga jashtë. Shtëpia e Bigut nuk është ashtu siç e mendon nga jashtë, dhe kur je brenda saj, sepse presioni i kamerave është shumë i madh. Por në asnjë moment si kam thënë çfarë i bëra vetes, tha Gixhari. Gerta vlen të ceket se nuk arriti as në finalen e madhe të këtij edicioni. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.